Sot, kryeministri në detyrë Albin Kurti u bëri thirrje edhe një herë liderëve të partive opozitare për një marrëveshje politike, duke theksuar faktin se qytetarët duan zgjidhje dhe jo zgjedhje. U bëj thirrje edhe një herë liderëve të partive të tjera që të diskutojmë e të merremi vesh, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike. Të njëjtin mendim e kanë edhe disa nga qytetarët e Gjakovës, të cilët të lodhur nga zgjedhjet e njëpasnjëshme, duan zgjidhje të menjëhershme në mënyrë që Kosova të dalë nga ky ngërç politik. Ju kisha lutur politiqarëve në përgjithësi si opozita, ashtu edhe mazhoranca, të mirën vesh në mënyrë sa më të mirë për me arrit dete fundi i kësaj parregullësie. Situata politike në vendin tonë është jashtëzakonisht e rënduar. Partitë politike duhet me gjetë një konsenzus përbashkët për hir të qytetarëve dhe për hir të situatës politike, të cilën politikën globale e kam mendimin në këtë rast, se lufta për pushtet me shkatërru ekonominë e vendit edhe me avështësu jetën qytetarëve është tejet e dobshme. Apel për ty ne se mos na çojnë edhe një herë në provim, edhe populli le të dësohet vetë edhe një herët. Në shkurt nëse vazhdon kështu, ka më kenë shumë dop për ne, përgjithësi. Mbetet të shihet nëse thirrjet për një marrëveshje do të marrin përgjigjen nga partitë politike dhe nëse Kosova do të arrijë të dalë nga kjo situatë përmes një kompromisi politik.